Ajo ishte përpjekja e fundit për të ndalur shumicën parlamentare që të mos përfshinte edhe marrëdhëniet më të rëndësishme strategjike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një procedurë antikushtetuese. Opozita kërkoi gjatë gjithë seancës plenare respektimin e afateve kushtetuese, të drejtës së deputetëve për t'u njohur me aktin që do të votonin dhe të standardeve që vetë gjykata kushtetuese ka përcaktuar vetëm pak muaj më parë në vendimin e saj për procedurat parlamentare të ndjekura në miratimin e rregullores kuvendit. Parajmëruam se një procedurë e tillë nuk e zgjidhte urgjencën e pretenduar nga qeveria, por vetëm sa do ta zgjaste atë sepse do të bënte të pashmangshëm kontrollin kushtetues të saj. Edhe para seancës plenare, në komunikime institucionale me kryetarin e kuvendit, kërkuam që kjo rrugë të ndalej. Kërkuam të respektoheshin afatet, të mos mohoheshin të drejtat kushtetuese të deputetëve, përfshirë të drejtën për t'u njohur me projekt ligjin dhe relacionin shoqërues. Për të qenë i sinqert deri në fund, më duhet të pranoj se në këto komunikime morëm mirëkuptimin nga kryetari i kuvendit për shqetësimet e ngritura. Për fat të keq, në fund nuk vendosi as kushtetuta, as arsyeja, as mirëkuptimi. Vendosi urdhri politik i Edi Ramës, duke kthyer edhe një herë kuvendin në noter të vendimeve të qeverisë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita në tërësi e ka bërë të qartë se e mbështet në parim këtë marrëveshje, sepse ajo i shërben interesit strategjik të Shqipërisë për të rritur investimet në mbrojtje, për të modernizuar forcat armatosura dhe për të përmbushur detyrimet që burojnë nga antarësimi i Shqipërisë në NATO. Pikërisht sepse bëhet fjalë për marrëveshjen më të rëndësishme të viteve të fundit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e mbrojtjes, ajo duhet ishte një model i respektimit të kushtetutës, i transparencës dhe i debatit parlamentar, jo një tjetër shembull i përdorimit të shumicës parlamentare për të shkelur kushtetutën. Fatkeqësisht, ne ndodhemi në këtë situatë për shkak të dështimeve të vetë qeverisë. Për vite me radhë, qeveria e Shqipërisë në drejtimin e Edi Ramës nuk përmbushi angazhimet e Shqipërisë ndaj NATO-s. Në vend që objektivit minimal prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen, shpenzimet reale mbetën vetëm 1.6%, duke e vendosur Shqipërinë në një pozitë të vështirë përballë aleatëve dhe duke krijuar deri edhe pikpyetje serioze mbi përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë që lidhen me antarësimin në NATO. Nuk na habit fakti që qeveria e Edi Ramës nuk i përmbushi për vite me radhë detyrimet e Shqipërisë ndaj NATO-s, sepse për vite me radhë në opozit, Edi Rama udhëhoqi protesta kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Prandaj si forca politike që bërit mundur antarësimin e Shqipërisë në Aleancën e Atlantikut, Partia Demokratike nuk pranon leksione nga askush për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për përkushtimin ndaj NATO-s. Pikërisht sepse këto marrëdhënie janë jetike për sigurinë kombëtare, ne nuk do të pranonim kurrë që marrëveshja më e rëndësishme e viteve të fundit me Shtetet e Bashkuara në fushën e mbrojtjes të miratohet në shkelje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ky ishte edhe thelbi i qëndrimit ton gjatë seancës plenare të 27 korrikut, sepse problemi nuk është marrëveshja të cilën edhe sot 3 ditë pas miratimit antikushtetues, ne nuk e njohim përmbajtjen e saj. Problemi është mënyra antikushtetuese se si shumica miraton një marrëveshje të rëndësishme. Për këtë arsye, kjo nuk është më një mosmarrëveshje politike mes palëve. Është një çështje e mirëfillt kushtetuese. Është një çështje për të mbrojtur dinjitetin e Republikës së Shqipërisë, institucionet e saj demokratike dhe në thelb vetë imazhin e shtetit shqiptar në botë. Thomas Jefferson thoshte se mjafton një hap
përtej kufimve që kushtetuta i ka vendosur pushtetit që ai të hyjë në një territor pa kufi. Fatkeqësisht, edhe në këtë rast, ky hap u holl nga mazhoranca dhe çështjen e bën akoma më shqetësues fakti se kjo ndodh vetëm pak muaj pasi vetë gjykata kushtetuese në vendimin e saj për shfuqëzimin e ndryshimeve në rregulloren e kuvendit kishte vendosur standardet e qarta për përdorimin e procedurës përshpejtuar dhe mbrojtjes së të drejtave të deputetëve. Në vend që të zbatonte atë vendim të muajit shkurt të këtij viti, shumica zgjolli të përsëriste identik të njëjtën praktik që gjykata kushtetuese sapo e kishte shpallur antikushtetues, duke injoruar jo vetëm deputetët, Kuvendin e Shqipërisë, por dhe autoritetin e gjykatës kushtetuese, grupi parlamentar i Partisë Demokratike e vlerëson se respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nuk ka të bëjë vetëm me autoritetin e kësaj gjykate, po mbi gjitha me vetë themelet mbi të cilat është ngritur Republika Parlamentare. Procedura e ndjekur për miratimin e kësaj marrëveshje nuk përmban vetëm një shkelje të izoluar të kushtetutës. Ajo cënon njëkohësisht disa preparimeve themelore mbi të cilat funksionon parlamentarizmi kushtetues, të drejtën e deputetëve për t'u njohur dhe për të debatuar mbi aktet që votojnë, afatet kushtetuese të përdorimit procedurës përshpejtuar dhe sigurinë juridike që duhet shoqërojë hyrje në fuqi të një marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare.